Mirëmbrëma të dashur teleshikues, teledëgjues, teletabisa. Mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në digital. Ne jemi live, Juli ktheu nga ana tjetër. Se jemi për socials nga ana tjetër, ja bëjmë me duar bukur shumë. Me avion pa avion, me timon pa timon, në radio radio Top me Albania timon. Radio në dëgjon. Bravo Juli, ti bë këto rima Si herë ta shuaj edhe vonë. Bravo, Bejte Gjiu i klubit ton Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Kedos nga ana tjetër e xhamit për të bërë këtë mbrëmje. Kush po na merr në telefon, po jam live, nuk e hap dot. Jo, si ke thënë pjesë parë? Ta them kush po merr në telefon. Jo, nuk e them dot, nuk e them dot se është person publik. Është shumë i rëndësishëm, nuk e them dot. Nëse. Ne pra treshja braziliane që do të mbaj në argëtim ditën e sotme në këtë 9 Mars 2026. Juli. Një ditë pas 8 Marsit dhe 2 ditë pas 7 Marsit, gëzuar këto dy festa për të gjithë mësuesit dhe për të gjithë nënat dhe gratë kudo që janë, se s'kemi pasur mundësinë t'ju urojmë në këto ditë kur i keni pasur, por urojmë sot. Ja ti puthi mirë. Gjithashtu ju urojmë dhe gëzuar ditën e verës se deri të shtunën nuk do të shihet. Ne edhe nuk do të dëgjojmë, po, të gjitha. Paket në këtë fillim emisioni. Bravo qoftë, bravo. Deri në orën 20:00 do të jemi së bashku dhe dy ishin ndodhit më kryesore që kanë të ronditur tregun mediatik dhe tregun e Instagramit, TikTokut dhe Facebookut këto ditë. Sa ishin? 2. Po pse u përtove ti gjë jo, tretë? Po këto të dyja janë sa për 20. Okej, mirë, bojkoto sigurisht ti. Po, kush ishin Juli? Tani i bëjmë thirrje qytetarëve, dëgjuesve, banorëve dhe vendasve dhe turistëve që bëhuni gati sepse na kanë pushtuar. Kush? Indianët. Si na kanë pushtuar indianët ore? Lemër pyetjet koleg Lellafe, tani indianët na kanë pushtuar, kështu që gjej materiale të mbrojtëse, kaskadluar, si thonin dikur. Sepse se materiale mbrojtëse nuk kuptoj komplet tjetër gjë. Po edhe për atë rast. Jore merr çdo lloj gjë, nuk i dihet jetës. Për kë kam unë, se ti po del kundra gazi. Kundra gazi. Gazin e atij. Po ne ky gazin e atij, po am gazin e indianëve, po. Pasi na pushtuan ekranet me Sarasvati Çantrat dhe me Bidajt, ata na kanë pushtuar seriozisht dhe kanë ardhur vet. Po Po indianët, po të them. Po çka kanë indianët a burr? Kemi një lajm shumë ndërkombëtar, koleg. Tirana po bëhet qendër globale e infermierisë. Rreth 100 student nga India janë regjistruar në programin e infermierisë në një universitet privat në Shqipëri. Domethënë Tirana po kthehet në Bollywoodin e shtrigave. Ashtu. E shiringave, edhe shtrigave bashkë. Ë? Se ka shtriga. Drejt ditë shiringave të Covidit s'dihet se ç'a jemi. Ore, se ke vënë reti që indianët bëjnë edhe magji kështu. Lemulia. Mjafton mos i prekim lopët. Thank you. No problem. Mos i prekim lopët dhe në vend të filmave me këngë valle tani kemi praktik me serum dhe termometër alla indian. Universiteti thotë se ky është një hap drejt ndërkombëtarizimit të arsimit shëndetësor. Por se sigurisht sepse kur mendon për qendrat botërore të infermierisë, mendja të shkon menjëherë në Tirana, Londra, Brukseli, Gjermania, Teheran, apo jo, Teheran nuk shkon mendja tani po. Pritë zot tha. Jo, po pse o burr? Universiteti pra pasi ka bërë këtë deklaratë dhe shton më tej se ideja është kjo, studentët nga jashtë vinë këtu sepse është më lirë se vendet e Bashkimit Evropian. Prandaj pas sa foto onër që ishin dyndur, ishte bëj klas vetëm me ata, thash kur erdhi vera, po bukur se këta hyn TikTok dhe bëjnë live. Po mirë, janë mësuar atë. Elbasan City e shkruan. E gjithë për Elbasan për të ngrënë ballokume në ditën e verës, nuk ka se si të ndodhi ndryshe që mos shkojmë në Elbasan edhe të shijojmë një ballokume ala. Apo jo. Nëse s'ka trafik mbrapa shesh. Po, vazhdo Juli, vazhdo se i bie bukur ti. Pra ne po bëjmë atë që shqiptarët bëjnë gjithmonë, gjejmë ofertën më të lirë vetëm se këtë herë oferta është Shqipëria, thonë indian. Po, ashtu është burr, ashtu është. Tani ke parasysh këta tanët që thon po na merr rinin Europa, imagjino tani ata në Indi duke dalë në protestë po na merr rinin Shqipëria. Imagjino ande në reklamat në Indi, në TikTokun indian. Çuna përshëndetje. Kafshim bachelori, studive infermierie në Evropë me çmim ballkanik, diplomë me pamje nga Adriatiku. Jo përshëndes dhe kalofshi sa më këtë. Po edhe studentët kur vinë, shkojnë më saktë në Indi, shesin mend shokëve atje, unë studioj në Shqipëri, studioj në Europë. Jo. Ku është kjo do thon ata? Thonë
indianët. Po, afër Italisë këtej. Aha. Me pamje. Por ka gjithmonë një por. Del ndonjë indian më i zgjuar se tjerët e thot, po mirë mër burr. I thot indiani indianit. Ju thoni që studioni në Europë, në Shqipëri thonë që po ikim në Europë. Ku e vërtet ke Europa për vlla se na fiksut? Ere, del edhe një tjetër që është më optimist edhe ky dhe ja kthen, o vlla, nëse shqiptarët po ikin të gjithë në Evropë, pse të mos shkojmë ne në Shqipëri, e kupton, luan me dy porta ky. Se për shembull ikën Angelo vjen aty ku lëkëtur. Zihen dy vet fiton një i tretë. Po jo indiani e burr. Vi indiani këtu në Shqipëri. Megjithëse ne kemi shkuar në Indi, si e kemi ne shqiptarët marrëdhënie. Mirë është marrëdhënia. Mirë, që me Nën Terezën. Po. Nën Tereza u rritë, u edukua dhe jetoi atje, veproi atje, kështu që po pas Nën Terezës kemi në një gjithmonë mirë kanë qenë marrëdhënie. Kemi mirë me indianët. Po ku shkojmë me ham mishin e këtë si viçi ande apo? Duhet pyesim ndonjë. Okej. Trip top Arion. Po ta pyesim. Hajde me Ariolën. Bëjmë shout out Arionit me Ariolën. Bëni Indin këtë herës tjetër që të marrin vesh a hahet mish viçi në Indi apo jo. Shkojmë tek ngjarja numër 2. Hajde se këtë me zi po e pres. Ma jep. Kemi një lajm që prek një nga shtyllat më të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Të bëhemi pak serioz te ky lajm se këtu nuk ka nevojë për shaka. Koleg, lutem, cilësoje që po flasim për politikën dhe jo për bukën, a? Si? Jo. Shoqata e prodhuesve të bukës thot se ka mungesa të madhe punëtorësh. Po zhduket zanati i buk pjekësit dhe buk bërësit, koleg. Ja, një sekond, se është e vetmja herë ku unë s'do bëj batut. Serios. Sepse në Shqipëri mund të mungojmë shumë gjëra, por buka që ka qenë gjithmonë aty, bashkë me debatin politik dhe faturën e energjisë. Ishin këto tre topikat kryesore që ne shqiptarët përmendim, pra buka, politika edhe fatura, se ajo na vjen. Por zanati i buk pjekësit dhe buk bërësit ka kaluar brez pas brezit, por si duket po zbehet. Po tani i thon brezi i ri thon Brumi, jo faleminderit, unë duan ai tripod podcasten, ai kurs marketing digjitale të jap gaz për bukë. Pra, bukën ka kush e bën në bukë. Nuk do që të çohet në 4 të mëngjesit për të bërë bukën. Po normale burr, në 4 të mëngjesit rinjt janë akoma zgjuar, ç'a preti? Jo për bukën. Po pastaj ti bën sikur thua, ore, me vërtet i vjetër jeti vëlla që nuk zgjohesh dot që në mëngjes. A kupton? Se i bëjnë edhe le të themi një punës, a kupton? E kuptoj, po. Nuk duan punën, nëse do ta thonim. Ti do zgjohesh që në 4 mëngjesit bëhet bukë, thuaj. Jo, zgjohet mami. Ja, nuk zgjohet 4 mëngjes. Bravo për mama që zgjohen që në 8 mëngjesit edhe bëj bukë. Po, me të drejtë unë bëj bukën e vetë në shtëpi dhe e kam të freskët këtë procesin. E bën mamin domethënë. Po, mami domethënë, po flasur në emër të shtëpisë. Okej, bravo. Po flas në emër të robëve të shtëpisë. Nderove gjithë familjen, nderove mamin, babin, motrën, gjithë ata që i do dhe të duan. Bravo Juli. Imagjino tani shqiptarët pa bukë të freskët në mëngjes. Lutem këtë mos e thuaj as për shaka, se kjo është më e frikshme se çdo krizë ekonomike, Juli. Po çfarë zgjidhje mund të ketë? Ta gjejmë zgjidhjen, është 18:15. Ka shpejti, or si ikin minutat shumë në radio, më ç'na keni bër? Po, jepi. Thuaj edhe në fundit. Thuaj na jep zgjidhjen. Mund të kemi reklama, kërkojnë bukë bërës, preferohen që të dinë edhe shqip, por nuk është kushti domosdoshëm dhe në fund do ndodhi paradoksi shqiptar. Bukën do ta bëj dikush nga jashtë, ndërsa shqiptari do jetë në radhë duke thënë, s'ka më bukë si dikur, jo. Mirë se erdhët në emision, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futin një mendje top sepse më mirë do të bëhet, më keq nuk ka ku të shkoj. Tani kemi reklama dhe pastaj rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni këtu me ne. Përshëndesim gjithë studentët indian që janë në Shqipëri. Nëse ishit duke na dëgjuar, ishte kjo përshëndetje për ju. Urojmë ta keni shijuar dhe vazhdoni dhe nguleni mirë atë gjithë për. Përshëndesim edhe të gjithë motorristat indian që kanë ardhur në Shqipëri. Bravo ju qoftë, sa erdhët ju dolën shqiptarë duke bërë protesta. Pavaluli. Gjithë protestë masive ishte koleg. Por tani do shkojmë nga India në Turqi dhe pastaj direkt me charter në Shqipëri. Aha, sa lek pas ke pasur. Po, jemi tek Mosmbo Filma mu. DJ Kedos ka përzgjedhur një super baz. Hajde herë. Aha, bukur direkt. Mes Bosforit. Po, do shkojmë tek Muzeu Pavajsisë apo jo? Jo. Do ta bëjmë me muzeun. Me Shamikuqen. Okej. Unë besoj jam Shamikuqe apo jam Shamibardha? Po, në këtë rast po se është transferuar në Shqipëri. Thjesht e ka larë me 90 gradë Shamin. Iljazi me kamionin e tij vinte vonë në shtëpi. Po. Shamikuqja mendonte se tradhtonte, por ai shkreti vinte vonë se kishte hall tjetër. Pse vinte vonë Iljazi?
A e ndihmon Iljazi Shamikuqen me punët e shtëpisë? Edhe si po ja kalon çifti pas transferimit në Shqipëri? Bëuni gati të ndiqni episodin që askush se ka parë, se nuk shifet me sy është beter. Edhe pse Iljaz, neredesin lan? Ku je? A shkëm Shamikuqe që je plot huqe. Ja zëk Iljaz, ora 12 e natës. Jo, s'ka shku 12 akoma, se nuk I kam dëgju fishek zjarret ti hedhin. Tani vijet në shtëpi. Haram Iljaz, haram. Qa të bëja shkëm me depsës policis më le me ardhë më herët në shtëpi. Hajër, gënjen, mërqen. Me rëp shtëpi e ka vu policia ligj, nuk lejohen kamionat në qytet para orës 11. Iljaz. Ja. Ser plan detaj kështu, serial turko po. Iljaz, më thuaj të vërtetën, a shkëmbenim? Po? Më thuaj tamam, me femër tjetër, upsi dupsi, haram, bam, çam. To bene srafkulla, unë me femër tjetër, upsi dupsi, haram, bam, çam, jak. As në Instagram? Jo mraft pika, bam. Po ato zemrat e bardha që I çoi një vajzë bjonde? Janë zemër ngjyrë hiri a shkëm, që do me thënë unë me ty, veç kur të më bëhet zemra kështu ngjyrë hiri, që do me thënë kur të vdes, sa atëherë bëhet zemra ashtu. Mos më gënjej Iljaz, ti I thoje bjonde e ke radhën sonte, ndërsa ajo tha, unë e kisha mbrëm sot e ka jo të më tha, gratë ndjejnë tradhtin Iljaz. A shkëm po ti mendon se unë do të tradhej me një vajzë që më shan nga nëna? Po, të pëlqen ty Iljaz kur të shajnë, se kështu je ti. Po më pëlqen kur ma nxjerrin nënën nga shtëpia, po jo kur ma shajnë. Po Iljaz, po. Vazhdo. Edhe burrat e ndjejnë tradhtin kur po I kontrollohet telefoni. Zgjohesh në 3 natës I e bërë si xhint, pu haram. Iljaz! Pse ka që arrogant? Në filmat turq burrat vdesin për dashurinë, ti s'po vdes? Po ti harro që ne jemi në Shqipëri dhe këto burrat vdesin për parkim. Mos e ndrysho temën. Pse vjen gjithmonë vonë në shtëpi? Po ta thash moj policia nuk I le kamionat ty në qytet më herët. Po dje? Dje erdhe në një të natës. Po, se je pu I patës? Para meje ishit ca kamion të tjerë. Trafik, gjënëm, trafik. Iljaz, më thuaj të vërtetën dhe të drejtën. Ti rri natën me shokët Iljaz. Po, rri ndonjëherë. E dija. Shef jok, hall e vet. Çfarë halli ke ti Iljaz? Po kur zgje parkim për kamionin, rri me shokët derisa të lirohet në një vend. Iljaz, je bërë tipik Arnavut burr. Ti nuk më ndihmon fare në shtëpi. Turp, jazëk. Si nuk të ndihmoj? Kush I lan enët? Ti ashkëm. Kush pastron? Ti ashkëm. Kush bën pazarin? Ti ashkëm, gjënëm. Po ti, çfarë bën? Unë ta mbështes emocionalisht. Mbështetje emocionale, Iljaz? Po, të them aferim, bravo kur mbaron. Bravo I thuhet gomarit kur del nga balta, Iljaz. Jo, gjënëm, muhabet hajvan, hajër, haram. Edhe pse Iljaz, turp, kjo nuk është martesë, kjo është kontratë pastrimi. Kontrat pastrimi është kur të paguajnë Shamikuqe. Burrat me shokët pine ku mendojnë, pika që s'u bie se nga gratë rojnë. Gratë në shtëpi rrinë e punojnë, burrat kanë për detyrë veç t'i dashurojnë. Iljaz, mos mbo filma mua. Edhe një gjë tjetër. Po, Iljaz, unë mendoja se dashuria jon ishte si në seriale turke. Po është. Po ku? Drama. Iljaz! Duket sikur ti nuk më kupton edhe pse ne flasim shqip dhe turqisht bashk. Të kuptoj shumë mirë. Qa kupton ti? Qa kupton? Që tani do më thua mua shokët. Iljaz, jo, pse nuk futesh në Big Brother ti? Byk, abi. E çduan aty. Po futu. Aty je me kamera gjithë ditën, të paktën të kontrolloje të shoh, e di ku je, ça ha, ça bën, ça pi. Po ç'bën njerëzit aty Shamikuqe? Zihen për xhelozi, trasti dhe kushlanenët. E pas kemi byk abin në shtëpi. Çfarë kemi ne në shtëpi, ore? Byk abin pra vllajën e madh. E vetëm se ata fitojnë lek, kurse ne këtu fitojmë sherr me njëri tjetrin. Kaj sheshit pas ka dal leku, mashallah. Ne mos lek. Kap në reklam në emision nuk rrin si ti me kamion, kupton? Më mirë në timon se sa në avion. Më mirë në gjidëm karoceri se sa të fudem në qeli a shkëm. More dhe që dashuri. Birë soru vardë. Urno. Kam një pyetje për Hamadi turqishe, qaj jedi.
Ja, s'kam edhe një pyetje të fundit. Pyet. Po sikur të tradhtoj unë. Të bene Arabi haram. Ti? Po. Jo. Me kë e depsës? Me një burr që vjen në shtëpi para orës 11. Jo, mos e bëj. Se do mbetesh pa burr fare. Po pse? Se ai që vjen në shtëpi para orës 11, ose është beqar, ose është i papunë, ose është e shtun. Po e shtun ç'ne, more? Se ka praj ma shkëm, duhet me pa Big Brother. Natë e mirë e pa që i fat. Aha, po ti foler burr. Foler burr, o Julit, këtë që më ke bëti këtu të emisionit Top Fars, ma ka bëj njëri në kaq vite. Ti ja vetëm role grash. Po role grash, ma i qaj dhe role grave. Edhe me a je aktor asje? Aktor, na bëj çik me qeshtë. Jo, për çesh kemi pjesën e dytë do qeshim, do zgërdhihemi fare. Por derisa të vëmë atje kemi shumë gjëra përpara. Si fillim kemi si diti çka kemi ne, apo jo? Reklama. Po, kemi reklama, muzikë shumë mirë dhe rikthehemi sërish sepse kemi shumë gjëra të bukura për të folur. Ju vazhdoni që ndroni këtu me ne.